Mërgjimtarët kanë nimu ma shumë, menoj une. Tash janë të nimu ma pak se për një mena në Kosovë si na të pas asna nevoj ma. Krejt po punojmë vetë, pi bojmë vetë. Për një me mërgjimtarët në kanë ndimu dhe nuk ban mja hup. Po dhe këta në mërgjim që janë këtymve të Kosovës nuk ban mja hup se edhe ata kur kanë ardhë për atë jetë, kanë ardhë në Kosovë të na. Kur pe bojmë në holle hol, pare në Kosovë kom qubol, nimon ver, kur sëm tha faleminder. Na jena 5 motra në familje, edhe unë e vlla s'kam. Ka raste mami kër më thot, ja nisi me knu një kong jena në shpe edhe më thot, Nala, din më se këna se e prejk ose e mërzit. Po t'marton, bia i me nana sot, pas ka qgzim, po marr shumë lot. Gjyshe em ka thani jo, pjalon e emrin Grejsa, se mbi emrin e ka Behlule, e kur tritet na shta bat këngëtare si qika e shkurtës. Diqysh më duket si amanet që e kalon, e tani zote, se di. Në dritaret tona, pas ka dallulia, hajde këqyrni qika, qka është bukuria, e heshme si flanza, ato syt me rema, po jalshojna syt, po në knaqet zemra, lumja ti për veti, si ylli e hana, si kur lule mali, t'paskarit turnana. Kur pe bojmë në holle hol, pare në Kosovë kom qubol, nimon ver, kur sëm tha faleminder. Përshëndetje mirë të gazetës Zemës, të podcastit të po mirë se po takohemi edhe në këtë javë. Po besoj që po e dini se kush është i ftuari im për sot, kështu që Grejsa Behlule. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit mas pari që ke pranuar ftesën me kon pjesë e këtij podcasti. Faleminderit edhe juve që më keni ftu. Edhe po besoj që shumë mirë anise, kështu që po vazhdojna direkt me çet kong. Po e diskutojna pak se çysh ka ardhur ideja e kësaj konge edhe kush e qenisi këtë tekst kësaj konge. Atëherë në për herë të parë po them që jam kontratë me produksionin Flora. Është kontratë 5 vjeçare, po nuk e kum cek më herët. Është hera parë që po them këtë te ti. Edhe ideja o ka në tynve, normal, edhe unë si këngëtare e kum vendosë që me ba kongën, më ka pëlqy. Edhe pse ka pas pa komente kështu negative, po ka pas edhe pozitive. Po pozitivet janë kanë nga ana e mërgjimtarëve ma shumë. Kurse negativet janë kanë prej këtyve në Kosovë. Qysh erë ideja me bo një lojt këti teksti? Të pas parasysh që na e dina që mërgata të na herët na ka nimu dhe vazhdon me na nimu neve që jetojna në Kosovë. Po, këta kanë edhe tekst shkruesin e veta, dhe një kanë kretë sanët e veta, që i bojnë kongë, që e kryojnë kongën, edhe unë e kum gu kongën, edhe me njëherë si e kum gu më ka pëlqy, edhe normal veç e kum pranu. Nuk e kum prit asun që ka me pas komente negative ose pozitive, e kum prit që normal ka mungu edhe më ka pëlqy, thjesht. A pat komentet ati lojt të e mendu që edhe ti mundesh më konë të jetu jashtë edhe keni bo tekstin edhe me përshtat me individit? Po, ka pas që më kanë shkru edhe privat, që pse ki ba këtë kongë, ose ka pas që më kanë shkru që e ki ba shumë kongë të mirë, vazhdove që si kongë bën, po mu sot që më ka pengu edhe nëse foli negativ, kështu se normal është realitet edhe qështu tash, unë s'kam shkam ju ba adin. Unë veç që kum knu si këngëtare, po më ka pëlqy edhe mu. Kur po e thu që është realitet, a menon që për një me në Kosovë ka një mu te për shumë e nuk ja u kemi dit? Unë menoj që ja kena dit, po në varet tash, se ma herët mërgjimtarët ka një mu ma shumë, menoj une. Tash janë të një mu ma pak se për një mena në Kosovë si na të pas asna nevoj ma. Krejt po punojmë vetë, pi bojmë vetë, e nashta është pak edhe që kja që ju ka pengu këtymve në Kosovë, që ata ju ka një mu e këta s'ja kanë ditë. Cilat kanë komentet, po më interesën për ato komentet pozitive, se çka të kanë thonë kër është publiku konga. Se janë ato komentet e para dhe që ato na binë në sy, po më interesën cilat kanë qenë ato. Komentet pozitive janë ato që thojnë për mërgjimtarëve, prapë, se këtu në Kosovë nuk kum pas shumë komente pozitive. Janë kanë shumë mirë që të kongë që e ki ba,
o kana pëlqen, qashtu është realitet çka ki fol, edhe normal unë e njina mirë, kur e di që edhe ona është realitet, por nuk e pranojnë. Cilat kanë qenë disa prej komenteve negative, nështë ta një ashtu që të kamit edhe në kry? Po s'po di, ma shumë ka pas qashtu që shqecejke ti, tu nis pi familjes, edhe ti e ki pas familjen ose ku dion, që to janë kanë mas shumë ti. A keni që m'kanë met familjarë kështu. që i keni që jetojnë jashtë, po më intereson që ka të thamë ata? Kam familjar që jetojnë jashtë, kam familjar që kanë ndihmu, qysh është edhe cekt në kongë, po kush e kupton këtë tekst, kësaj konge, është okej. Edhe unë kam qef me cek që në fund, prap se prap, jo mu përqa në mëzvete. Sa aty në kongë thot që nuk janë si përpara, nuk janë t'ju një mu si përpara, po unë tham që dohet prap një një mu, prap mës me bo përqamje. A ka pas raste që të kam përzime në i kanë, se nuk përdu me thonë në direkt se shka po menojone, me marrë shambull vete. Po, ka pas raste që më kam përzi me qike në shkurt e fejzës, Gresa Behlule, se mbi emrin e kena të njajt, po në sot që e kam diçka, ose na lidh diçka, po thjesht mbi emri edhe emri. A ka pas raste që ke hasë që të kanë thonë diçka veç thjesht në rrjetet sociale? Jo, në rrjetet sociale ka pas raste që më kanë bërë tag të ajo, edhe unë veç e kum pa edhe Hek më si mune. S'jamon. Po s'm ka pengu kështu, se më pëlqen. Apo na tregon Gresë që sa o bo që mirësh me muzikë dhe qysh ke fillu? Unë e mirë na që një vjetë me muzikë. Kum fillu s'pari herë me covera në Instagram, pastaj kum dalë dhe në TikTok, e masani ja kum nis me këngë kështu ma profesional. Ti po thu që ke fillu me covera, cili ka qenë coveri i parë që veç e mon men që ka shku viral, se tash ditë dhe cili shkon viral, që ajo është ma mirë dhe ta jep krahun për me vazhdu ma tutje. E moj men që kum knu një covert të këti Adnan Dace, qa me bëhe du me zemër, se ka knu dhe një qik, para meje, u pa të bë viral, edhe më ka pëlqy edhe mu, edhe unë e pa ta qit njajt. Tane qështu ren, i kum ba. Na i covert tjetër, mos shtina me knut Adnanit bile. Po s'po di, ka pas plot, po dhe nuk i maj tashmen. Okej, apo na kënë pra që do të Adnanit bile, dhe pse na shtaf me njëherë mas kongës parë me vazhdu me një kongë dytë, po besoj që është kongë e mirë edhe mundet me ishte dhe më shku mirë edhe kjo apet. O ju shok, jam botok, pa dashnis po marok, s'jam tu mujt, n'ka me nejt, kjo dashni jam lujt i krejt. O qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me bo, o i shoqni, m'kalli flok, kjo dashni. Faleminderit. Mos t'is pas arreshu blok vertikal. Faleminderit shumë. Nuk e di pse zonin të ngjashëm pak me artistat turk. Në gjyrën e zonit pak ma të rëndi qysh, jo ta mën qysh e nga mësuna me ingu këngëtarët në Kosovë. Po tonin e zonit e kam pak ma të rënd, kështu. Po mu më pëlqen që e kam qështu, se është pak ma rralla den që kjo tani zonit. Po edhe të hollët, edhe kështu sa që më kish pengu, po mirë, sa është keq. Bashkëpunimi e ty parë ka qenë me që këngën që veç e keni bu për pjesën e përkrimtarve. A ka pas dika në Gresa me cilin ka mendu me bo një bashkëpunim e ta, se kush është taj që Gresa kështë me bo një bashkëpunim? Kështu jam me hapur me bo bashkëpunime, edhe i pranoj, po kështu andër me na i kënë që e kam bashkëpunim se ku menu, qef kam me prej femrave, kisha pas qef me shkurta gashën e herë, se më pëlqen shumë, edhe e ngoj ma shpesh, edhe zoni sa më pëlqen. Okej. E për djemve nuk e kina i preferencë, dhe më thonë. Me kënë të kishku në gjyra e zonit që me lënë. Se di, dohet me menu, se ka këngëtar që më pëlqejnë. Sa është e vështirë si industri me arrit në femën, ti veç e tregove paraprakisht që je bajagire i në mosh, edhe sa është e vështirë me arrit diçka në këtë industri? Nashta sa është shumë e vështirë nëse e ki karakterin e fort, se ki me has me shumë gjana, po do është më kanë edhe ti pak me bas stop aden, jo më kanë shumë e shoqnushme, që shme thanë.
Unë të pyta edhe në fillim, sa kur ke fillu, qysh ke fillu, po qysh I marrë me në ato fillimet e tua, kur veç ke fillu me bo video për rrjetet sociale. A ke menu në herë që, okej, nesër mas njëse kom ndosë që nështë ta ka me bo një kongë edhe one. Gjithë e kom menu, po nuk e kom besu aden. Gjithë kom thonë inshallah e bëj, ose inshallah edhe unë e bona si kjo, si kë, me qatë synim, edhe s'jam nal asnjëherë, edhe tash shpesho që njerës po mdojnë, edhe inshallah shkon kështu. Kusht ka përkra ma shumë të prej familjarës, dhe normal, gjithë cilin prej neve, nëse nuk e ki përkrajën e familjes, ma ndihun do të më konë ma e vështirë, dhe nëse do që ti e dojnë. Mas shumë të jam e lidhë në familje me babin, babim ka përkra shumë, edhe mos t'i shkon babi, se di, nashta edhe s'kisha vazhdu me knu, po sarë jam dërzum ka thonë, këno se kimja rrit, kimja dal, edhe e kum dëgju ata dhe tash. Edhe tash jam këto. Po. Qka është një kongë që I pëlqen babit nështë edhe që të thotë me knu ma shpesh? Babi ka qef ma shumë kongë gurbetit, shumë I ka qef, nuk e di pse edhe pse nuk jeton gurbet, po I ngon ma shumë. Unë do këtë familjarë është kërkit lidh, ka qera ona, nena, me knu ma shumë për ta, me po muzikë ma shumë për ta. Po, jena qashtu ma të lidh, po jena dashun shumë kështu, ka ona jonë për zrejnë. Qashtu I pëlqen edhe babit, po edhe kështu në familje nuk jena që ngojna kështu muzika den, krejt e ngojna një zhandër, ose balad, ose qëtu. A kishe bon nëherë në zhandër të muzikës tjetër, për shembull me knu tallava, ose me knu muzikë për darsë, me marrë pjesë në hengje familjare? Po, kam qef me marrë në hengje familjare, bile në ashtë dhe ja filloj këtë vit, nuk e di hala sigurt, se kështu më pëlqejnë, kam qef me ba. Cilën e kishe bu ma me qef, me knu kana gjegje, me knu darsëm? Ndarsëm. Pse ndarsëm? Nuk e di, më pëlqen ma shumë. Po e kisha ba dhe në kana gjegj, po ndarsëm është ajo atmosfera pak ma ndryshe, nusja dhëndri, dyqysh janë kongë tjera, kana gjegji për shembull don kongë veç të grave, qikave, dhe janë të preferenca tjera, ndarsëm është pak ma thjesht. Pak ma lezetshëm. Po, edhe pak ma mirë. Po, bash. Sa jam e ndjeshme kështu. A po? Po. Okej, a ke provu nërë me knu kongë të kana gjegjit ose darsmave? Po, jam konë në disa kana gjegje kështu ku marr pjesë. Okej, a e konë për me knu, a e konë kështu për vetë dhe ma ndek karaqe me knu? Me knu, të shoqet e mija më kanë thirë. Okej, a ke shku ke knu pa para, ke knu me pare të shoqet? Po në varet valla, po ma shumë pa pare, po. Okej, do me thonë, ke shku ke knu të shoqet e tua? Po, kum shku për qef, po, se kum pas shoqe edhe pse jo, edhe nesër mu bë këngëtare, mu më thirë dikush për shembull, si ka mundësit, ose I ka une për vete, shkoj qashtu, ta din, sa që e këshyri fart, për këtë pjesë. A është emocionuse si pjesë me bu me knu në kana gjegj? Po, është valla, shumë se unë e menoj veten, për shembull, kur t'ja knoj asoj ose e shoh tu kajt e menoj edhe veten. Edhe tham, unë kam u kon qashtu adin. Edhe normal mërzit është pak, po jo, kështu unë nuk e shti fort në kry adin që duhet mu mërzit. Veç e knoj edhe okej. Edhe o kry. Po. Qysh është për një qik me knu në kana gjegj dikujt? Çfarë emocionesh ka raste që nështë thonë mos e prek shtantarë të familjes, mos e përmend shtantarë të familjes, se po besoj që mund të me pas edhe kërkesa të jashtëzakonshme, të pazakonta. Po ka raste nashta po në sa që më ka ra shumë me knuna për këto evente, po këto që kum knu nuk më ka ndodhë, për më thonë mëse kno që të kongë ose kështu, jo. A me kështë knu një kongë kana gjegjet, në e shoqës që ja pas ke knu pra? Po e kisha knu një kongë, pse jo. Se ti me knu nuk po pritojshe. Jo. Edhe që të thënë që për vrejmë, nuk po pritojshe me knu. I vetë një sen që spritar me bo me knu. Me knu. A knu kështu garant edhe ka shpia? Po, ton kohën. A kur t'jam nervoz, më qetëson doket. Edhe nervoz po knoj, po. Oh, super, shumë mirë. Se prej e vogël e kum dash muzikën edhe kështu kur kena pas naj fest në shkollë. Gjithë ku marr pjesë, gjithë jam kanë ajo e para që kum thonë unë kam me shku, kam me knu, ose kam me vallëzu. E kujtoj ditën kur ke ardhë në jetë, nuk besoj si kalun këto vjetë, po të marton bia ime nana sot, pas kaq gzim, po marr shumë lot. Ke shumë e mirë. Faleminderit. Po më intereson me ditë çka thot nana jote
kur i ndëgjon çdo këngë, se po besoj që gjithherë nonat janë pak më të ndihshme te çka pjesë. Ka raste mami kur më thot, ja nisi me kënu një kongë jena në shtëpi dhe më thot, Nala, din më se këna se e prejk ose e mërzit. Se na jena 5 motra në familje, edhe unë e vlla s'kam. Edhe menoj që kjo e prejk mas shumë ti se e menon që atë pjesë adin. Unë jam e para, e dyta, e treta, adin të shku. E normal tani, nashta edhe mërzitet, po sa që edhe unë jashtin kryj fort për me mërzit, s'kam qef. Te përmendën që jeni 5 motra nuk i vlla, sa e ke ndjekët mungesën mos me pas një djalë të shtëpia? Sa është në familjet tona shqiptare është gjithmonë kjo dhe ka me ekzistuar të na herët me pas çika shumë mos me pas djalë. Na si familje se kena pas problem, as prindëmi nuk e kam problem, po unë si motër e ku menu qëtë pjesë. Nashta kisha pas qef me pas një vlla, ma të madh se une. Nuk e di, është një farë mungesa valla, se krejt motrat kanë qef me pas një vlla, po une që i kam motrat e mia jam shumë falenderuse, se mos t'i kisha pas ato, nuk e di as çka kisha ba, sidomos me motrën e dytë jam shumë e lidhët. The që kishe dash me pas një vlla, po ma të madh. Pse me konaj më i madh se ju? Se di, nashta më kujdes për mu ma shumë, ose me pas thjesht një përkrahje, se ndrysh është me babin, po ndrysh është me vllau. Nashta me vllaun lirohesh pak ma shumë se me babin, adin. Unë menoj që isha liru ma shumë me vllau. Isha tregu nashta najsan ma shumë, ose s'po di. Shka është diçka që nashta nuk mundesh me ja tregu shokve ose babit e që menon që i shkon ma e lehtë me diskutu me një vllau? Po, çdo problem që e kisha pas, si në shoqni, si në lidhje, ose s'po di, pa marrë parasysh, e kisha diskutu edhe me vllavin ashta. A ka ndiku kjo që nashta më konë ma e afërt edhe në raport me babin mandej? Po, ka ndiku shumë, shumë. Nashta thëm ta kisha pas vllaun me babin si shakon shumë, se ma kish plotsu vllau. Po tash, mas i sashtë, jam e lidh me babin. Po, shumë okej, shumë mirë. Edhe inshallah keni jetën e gjatë të pestat, edhe jetoni gjatë. Faleminderit edhe shumë. ajo këngëtare tjera ta veç ti. Jo, vallajn, nuk janë këngëtare, po ne e kam një histori pak interesant, se në familje tonë nuk ka këndu asnjëherë kërkush. Unë jam e vetmja, as ka ana e babit, as ka ana e mamit, nuk kena ndaj farë lidhje që është këngëtar dikush. E kur kum lindu une, e kum pas gjyshën tem gjallë, edhe në atë ku ka knu shkurt e fejza me vajzën e vetë. E ajo ka në vogël në atë ku. Edhe gjyshja ka ndosh më malon mu një emër tjetër. E gjyshja em ka thonë jo, pjalon e emrin Grejsa, se mbi emrin e ka Behlule, e kur tritet nashta bëhet këngëtare si qika e shkurtës. Edhe tani ta familja e ma kanë shtin kryqët farë fjale që gjyshja që shto edhe pse unë gjyshën nuk e maj men as kur gja, po diqysh më duket si amanet që e kalon, e tani zote, se di, e tash Zoti ka dashur ta pas kalon zonin. Po, ma kalon zonin, është shumë interesant. Nashta dhe menon dikush ose s'm beson, ama për një me, edhe unë çuditna me qëtë histori që shka ndodh, kur më kanë tregu, kum pas mit pa men, se thesha që shka mundësi, gjyshja me dit. Gjyshja me dit që në një Prej ditë atëherë, këngëtare. po, që shka mundësi. Edhe cilat kanë qenë komentet e familjarëve masi që veç ke fillu me bu muzikë. Edhe ta kanë tregu historinë se çështu ka thonë, çështu u konë. Po thajshin që shumë mirë, ja ki qua manitin ven, ja ki qua fjallën ven, se gjysh jam ka dash shumë, masi që edhe unë jam kanë thëmija i parë, normal, edhe unë jam shumë e lumtur edhe shumë falenderuese edhe pse ajo s'është që ma kalon këtë emër. Gjysha ta pas kalon yllin në ballë, po më toke. Po. Pas ke lidin të prej saj. Po, A ka ndaj këngë të shkurtës ose të Gresës që tash masi veç e pas ke lidhjen me emrin, me gjyshen, që nashta e ndaj këngë tyne që e ke ngullë e kishe knu? Mingu nuk i ngaj shpesh, me tregu drejt, se ngaj tjera zhandre, ato janë pak ma popullore, pak ma ndrysh, po edhe këngë kështu përmend që nuk i di. Okej. Jo, nuk i di. Shërejtës po. Hajde na një shëritës, pra inshallah nuk prej këtë shkurta. Jo, inshallah, zbesoj. Kthema Zot, kthema kohën dua ta takoj, t'lutem Zot, edhe një herë dua ta përqafoj, ti them se nuk e kam ndryshu, ti them se nuk e kam harru, ti them se ndetu dhe ma shumë e du.
A kishe bo një bashkëpunim me Gresa Behlulin? Masi veç që të regove që të historinë e emrit, edhe pse jo, të dyat me një emër nashtë kishi pas nevoj me qitë 2 herë mbi emrin. E kështu qitë një emër. Nëse kisha ardhë puna në i bashkëpunim, po. E kisha ba, po. Cilat janë planet e tua me muzikë? Qka do me bo ma shumë, ka do me vazhdu ma shumë më orientu? I kam 3 projekte gjirune të kryne krejt komplet, po hala si kom lancu. I kam edhe disa tjera që kam me i ba në fund këti muje në shtetin e Egjiptit. Edhe kaq. Tjetër ka e keni planet, qfar zhandri kanë më konë muzikë, se me shku në Egjipt edhe besoj që e do një stil ndryshe, një po janë muzikë diçka ndryshe. ma shumë arabik, kështu, oriental. Janë muzikë të mira. Jo, ani ka Prizrenit, ti veç të tregove që je Prizrenit, edhe keni po. tradita bajagi shumë edhe normal, po besoj që dush më konë tradicionali edhe teme pa tjetër. Po jam. A kishe veshje tradicionale, po mënoj? Po i kisha veshjet, bile i kam shumë qef. Po, i kisha vesh me qef. Ani i keni do veshje ma ndryshe se sa në zonat kënej ka jena na, ju i keni do veshje ma ndryshe. Mu mdoko që nuk kena shumë dallim edhe me qytete tjera. Edhe pse s'm ka ra fort, kështu unë për veti nuk i kom vesh hala. Po që i kom pa, janë shumicat njajta. Ju keni veshjen e hasit, edhe po besoj që është si afër me juve me Prizrenin edhe ajo që të... Po, unë për vete nuk e kisha vesh, o mdoko të shumë veshje e ranë, po normal atynve ju pëlqen edhe se cili ka ato dveta tash. Qa nëse qënë zoti qanina, edhe a i kështë thonë po me vesh? Nëse më qanë zoti po. S'kisha pas adin prej respektit, kisha thonë po, okej, se kështu sa që më pëlqen që. Unë përdo me të pyte edhe një pyte se nuk e di pse u bo pak si trend, qikat që kënojnë, ma ndej ndarsmat e ty nëse në kanë gjegjën e ty, në po bojnë edhe kongë për veti. A i kishe bo këtë pjesë? Jo, se kisha ba. Pse? Nuk e kisha ba se kisha pas shef me knu tjetër kush për mu, edhe s'kisha pas shef me ba diçka që e kanë ba krejt. Okej, shkon pak ma thjesht, pak ma mirë, jo me të për unë e san. Nësë të dina që rritet sociale janë qyshe përmenë që vesh ke fillu me to dhe aty ka qenë fillimi i karierës tonë veç. Sa ka ndiku kjo që nështë me vazhdu dhe me u bu bashkë me një produksion që me vazhdu me tatani? Ka ndimu se tash unë e kom vendosë për këtë kontrat që fula pak ma herët. Edhe normal që ndimon se je të punu me njerëz profesionista, nuk je të punu veç hajt. Edhe kongët këqia nuk i ki kongët e mira, sa ata njëherë ma dojnë mu të mirën, tani a dojnë edhe vetit mirën, se jena të përbashkë. Sa menën që ndimojnë rritet sociale me avansu ma për para, me shku ma për para, se në ata shpedina që përbojnë muzikë të ndryshme, edhe si po dhezë në TikTok ose me një platformë, ande ajo po shkon në krejt platformat e tjera. Po, normal, sidomos që tash TikTok e është tepër që të ndimon. E qet një video pa hirit, bëhat viral edhe në varet edhe qëfar video e qetë, se mund është me qitë edhe një video pa lidhje. Po, unë e kisha thonë me qitë video pak ma që s'po di qësh më ta shpjegu, pak ma për toka, den, jo me dhejz, me video pa lidhje. Me dhejz me dishka të mirë, më të njoft njerëz për dishka të mirë, jo për dishka të keqe. Qka është në gjandër e muzikës që Gresa nuk e kish bo kur? Që i kish thonë jo? Kur s'po di cilës e kisha thonë jo. Rock. S'kisha kënu kur. Nuk e prita. Që ta se kisha kënu. Tjetër s'po di. Cila mërët me konë koha ma e afert në cilën veç ka medalje dhe një konë grej për Gresës pse jo dhe me shku viral një që shka shku muzika e pare jotja? Konga e veç është publiku dhe është kongë pak ma ka popullorja, muj me këndu. Okej, të kena nderi me dëgju. Në dritaret tona, pas ka dallu lija, hajde këqyrni qika, qka është bukuria, e heshme si flanza, ato syt me rema, po jalshojna syt, po në knaqet zemra, lumja ti për veti, si ylli e hana, si kur lule mali,
s'ka rritur nana. Unë po besoj që ti veç e kënove këngën ke për femna që janë të mira, për nuse që janë të bukura, kështu që edhe ti ku ke bukur, ku ke tamam, ashtu që nashta që secila vjerë kish pas qef me pas një nuse çështë. Nuk po të pyeti a ka në sen trepiteje se na veç e kuptum që je bajagerin, mosha ndoshta nuk është në planet e tua të afërta, po besoj që nuk i pështon edhe mesazheve në rrjetet tua sociale, padyshim që po. Sa kanë fillu me të ngacmu masi që veç je bu viral, ashtu edhe njohin tash edhe si artiste. Më të kallzu drejt ma shumë kanë fillu më ngacmu për që të kongë, mas shumë të po marrë komente prej femrave, ama jo vajza të reja, po marrë komente prej nashta në mosh 40 vjet, aty, edhe po çuditna se unë për vete jam shumë feministe dhe kam qef krejt femnat mi pa mirë. Edhe kur pisho komentet prej grave, po m'bjen shumë, po ndjej keqardhje, se nuk duhesh mja dash të keqen vajzës ose gratë njëna tjetrës. E kjo po m'çudit mas shumë te. Se për dashurie kështu, njëherë jo, nuk e kam plan, se jam shumë e re. Nashta kam qef me bë karrierë njëherë, jetës kur si dihet, po kam qef njëherë me arrit me muzikë, pastaj pse dhe mos me gjej dikan. Ti përmend pjesën e komenteve dhe që kryesisht dominojnë gratë me komente. Po, janë 90% nashta, janë gra. Burrat nuk komentojnë shumë, po gratë janë po shumë. Po, më kanë thonë që pse e ki qitë këtë kongë, ose më kanë thonë ti ki bë përqamje në mes mërgjimtarëve dhe këtu në Kosovë. Unë nuk e kom qitë atë kongë ma të sunim, asë njëherë njëtë, nuk kam qef me bë përqamje, asë jonë, po me pa kërkan hiq. Edhe qa jam ka që ditë mas shumë ti se nuk është e meritushme më ma ba atë koment. Okej, ti ngoje kongën të pëlqen, mirë nuk të pëlqen. Po normal, kur të merresh me këtë profesion, ki me pas edhe këse komente, unë jam e gatshme edhe për komente pozitive, edhe për negative. Nuk i marrë shumë gatë zemrës, veç që nuk kam qef femra më komentu në qatë lloj mënyre. Pse menon që në Kosovë është dominon që kjo pjesa që femra me femrën kanë urrëtie mes njëna tjetrës. Ne i shohim edhe në rrjetet tona sociale që secila prej neve, qoftë me punën që e bojna, qoftë nëse kena një rrjet social pak ma viral diçka ose ma të kliku me ma shumë followersa, normal që komentet zakonisht janë prej grave. Pse menon që kjo ekziston te na në Kosovë? Po nuk e di, unë menoj nashta që kanë xhelozi shumë e zvetje, pse kjo është ma e mirë se unë, ose pse kjo e ka ma të mirë se unë, diqysh mundesh edhe ti çdo sen ma arrit me ba. Nuk dosh me pas xhelozi. Unë për vete nuk kam xhelozi. Në vajzas nuk kam qef as me pas najherë. Edhe tham inshallah nuk vi deri në qatë pikë asnjëherë. Se nëse vi deri në qatë pikë, kam e hup shumë pi vetës. Kam qef mu kanë mi ndihmu femra, edhe unë nëse kam nevojë mu ndihmu, pse jo. Me marrë këshilla, pse jo dhe nëse kam një problem, a ka pas komente që nashta për një met kanë bëmu një keq, qoftë në rrjetet sociale, qoftë edhe në YouTube kur veç është publiku kënga që të ka pengu se qysh ta ka thonë dikush një sen. Nuk ka pas moment që më ka bëmu një keq, veç që tregova që më ka çudit çato komente prej femrave si kum prit. Më të kallëzu drejt. Okej, ku mujt me prit ndaj koment prej burrave kështu, ndaj koment pse e ke qitë këtë kongë, okej, ama jo prej grave. Unë jam ka du me pyet nëse nuk ishe bu këngëtare, çka ishe bu? Çfarë pasioni tjetër ka Gresa? Se di nashta vallëzim në sen, nuk e di, ose art. Të më thonë, po të flej ka zemra shpirti, ma shumë ka këto të artit, veç po vrejet. Po. A kemi studiu diçka, apo veç po të më mirë veç me muzikën, apo të më mirë me vazhdu me studiu me muzikë, diçka më mirë haljo? Unë në shkollën e mesme kom kry në shkollë muzikë, në Prizren, Lorenz Anton, pastaj kom fillu me menaxhment në fakultet, jam vitin e 3. Kom vendos me kry edhe shkollën e menaxhmentit për shumë arsye, se e kom menu pjesën që nashta nuk mira me muzikë, ose ndodh diçka që nuk muj më marrë aden, se atëherë kom menu që ashtu, po tash, unë vazhdoj me kryu atë shkollë, po nuk e kam synimin kur gja me ba me atë profesion. Unë e kry nëse najherë ndodh diçka ka muzika, pse jo me pas atë profesion, menaxhment.
Pa, Jo, çka është një diçka pa që profesion. të kish nal për muzikën? Çka është një diçka që ndoshta të kish bërë me stopu dhe mos u me me muzikë? Nuk e menoj që kish mujt mu mnal najsen për muzikës. Veç mu kanë me shëndet mirë, se nëse se kam shëndetin mirë, normal s'me mu marrë me kur gja, po kështu mu mnal diçka jo. S'besoj që mund me ndodhë. Cili është mesazhi për krejt ata që ndoshta e kanë një ëndër, po që friksohen me bo, se thonë që nuk ka me arrit ose diçka e tillë. Unë ju kisha thonë mos mu nal asnjëherë dhe edhe unë për veti kur jam konë ma vogël kum thonë që nashta s'ka ma arrit, kum gu këngëtare, kum dal para televizorit, kum knu e mersha telekomandën e televizorit, veç knojsha që aty hajta, din thesha, e paramenoj që nashta i kam thesha, jam në një koncert edhe kam njerës për para, edhe unë u bajsha këngëtarja e famshme e kështu, gjithi kum pas që të menime, që të synime, edhe për qëto jam të vazhdu. Edhe ju kisha thonë mos më nal asnjëherë se për një me nëse dënë që atë profesion ki ma arrit. Big Brother veç është kry, nuk e di pse veç më men, kur ja nisë me thonë që të pjesën i mënesha para vetës, më kujtu Londrimi kur ka thonë i bësha koncert me Ljop, për një moment të mërë në men, nuk e di pse, e po të më të pyt a kishe shku në Big Brother. Se shumica këngëtarëve të ri e shohin si opcion edhe si mundësi e mirë për me po. Besoj që kisha shku, po njëherë ju. Kisha pas qef njëherë më marrë me profesion te, nashta nëse më kishë ardhë mundësia, po. Kështu që nuk i dijet, nështë atë në vitin tjetër dit janis nuk i dijet çka Po, bëhet. si dijet, nashta dhe më shene. Kështu që Grace, unë po të falenderoj shumë që ke qenë se sot pjesë e podcastit të po të bo, Faleminderit për po juve. fshim prap, Faleminderit shumë edhe ju që më keni ftu, e shihemi prap herën tjetër, pse. edhe mos t'ingos më mërgjimtarët. Se tani nuk kryen, na peshe. Po si kom guc, po jam prej kësht kam ju bon, mërgjimtarët jo, po këta të Kosovës, s'janë të mblanë rahat. Ka po Çka kishe shkoj. thonë këtyre të Kosovës për fund? Për fund ju kisha thonë që më su prekni, kjo është thjesht një kongë, ngone kongën, është kongë e bukur, më se merr një ofër zemrës, se për një me mërgjimtarët në kanë ndihmu dhe nuk ban mja hup, po dhe këta në mërgjim që janë këtynve të Kosovës nuk ban mja hup, se edhe ata kur kanë ardhur prej atë jetë, kanë ardhur në Kosovë, te na, adin. Kështu që mës me ba përqamja me zveti e kështu mu ngacmu me këtë kongë, se nuk është konga mu ngacmu, është kongë e mirë. Kështu që veç në dëgjojeni. Po, dëgjojeni, shijojeni. Kështu që kjo ka qenë një dy anshme, qyshe the edhe te, kur kanë ardhur ata këto i kena prit na, kështu që kjo konë Po, arsyeja po dhe kur kanë ardhur ata i kena prit na. Kur kena shku, atje ata na kanë prit, adin është nuk mundesh me qit keq, as këta të Kosovës pas ata atje, se edhe ata po kanë ndodhet që ndihmu. tash sohari të shku te atje, tash po të presin ata atje ma mirë, puna e Po. kongës. Po, garantu më presin, halos më ka se konga u bë tash një muj, as një muj nuk i ka. Po më presin garant ma mirë. Këta në Kosovë s'po mlojnë rahat, po ata atje nashta ma qelin derën. Provoj e shkatje nashta. Po, nashta. Faleminderit Grace edhe nërë. S'ka gjë, faleminderit për juve. Kështu që mishë të podcastit të po të bu, ka që keshim, e shemi javën e ashtu të më të. T'lutem Zot, edhe një herë dua ta përqafoj.